Të nderuar dëgjues të programit Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam me zonjën Majlinda Laçer, drejtore e Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Shkodër. Përshëndetje Majlind, mirë se ke ardhur në studion Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetje gjithashtu dhe faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Mëngjesi është tepër aktiv natyrisht dhe ndoshta edhe në këto momente ndjejmë pulset e këtij mëngjesi. Është vërtet. Gjithmonë ne vrapojmë, kështu që Megjithatë, kjo të jep një impuls për ditën që ditën ta marrësh pozitivisht. Absolutisht. Në fakt, kur je në drejtimin e një drejtorie, si qeni ju, përveç detyrave të shtëpisë që i lë pas krave, përpara të hapet një tjetër panoram pune, një tjetër impenjim, një tjetër aktivitet i ditës. Drejtoria juaj është një drejtori rajonale dhe ka shumë hapësirë, ka shumë çka për tu hedhur vështrimi. Nuk e di, a mund të na japësh një panoram të kësaj pasurie kaq të madhe kulturore saç është Shkodra? Me shumë kënaqësi. Faktikisht ashtu siç e në parantezë parashtruat edhe ju, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër ka një shtrirë të madhe gjeografike për sa i përket territorit, pra administrimit të territorit. Mund them që 1/3 e territorit të Shqipërisë e mbulon Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër, e cila mbulon 4 qarqe, duke filluar me Shkodrën, Lezhën, Dibrën dhe Kuksin. Dhe për hir të vërtetës ka një pasuri të trashëgimisë kulturore, qoftë materiale dhe jo materiale, me përmasa dimensionale shumë të mëdha. Nëse mund të referohemi në shifra, gjithmonë nëse është edhe në interesin Po natyrisht, patjetër. Edhe të shikuesve, ne posedojmë si institucion, pra kemi në inventarin tonë si institucion 300 objekte që janë me status monument kulture, ku 150 janë vetëm të qytetit të Shkodrës. Pra gjysmën. Gjysmën e objekteve, pra gjysmën e inventarit e kemi pasuri kulturore të qytetit tonë. Në të përfshihen shumë objekte, duke filluar që nga banesat, objekte kulti, ura, site arkeologjike, kala, vendbanime, ndoshta mund t'i cilësoj edhe me emërtime, por kemi një pasuri e cila trashëgohet mjaft mirë, pavarësisht them të drejtën viteve që kanë kaluar dhe për fat keq nuk ka qenë vëmendja ashtu sikur duhet të ishte. Por në momente që flasim, Ministria e Kulturës, normalisht edhe drejtoria, ka drejtuar vëmendjen tek këto objekte, tek kjo pasuri, të cilën të shpëtojmë, por edhe ta trashëgojmë ashtu siç e kemi trashëguar dhe ne, ta përcjellim brezave me shumë dinjitet. Në fakt, drejtosh një strukturë të tillë, siç është një drejtori kulture. Nuk është edhe krejt e thjeshtë, apo jo? Megjithatë, njeriu duke patur këtë bagazh të madh, 150 objekte vetëm Shkodra dhe 300 ju si drejtori. Natyrisht keni ato oscilacionet tuaja, qoftë emocionale, por në radhë të parë impenjimet tuaja që lidhen me bukurinë e kësaj pune, por edhe me vështirësitë e saj. Në fakt, çfarë ndjeni ju personalisht që jeni në drejtimin e kësaj drejtorie, duke i trajtuar këto probleme ditë pas dite, sa e bukur dhe e vështirë njëkohësisht është të punosh në këtë sektor? Të them të drejtën, është satisfaksion të punosh me një pasuri të tillë dhe absolutisht është edhe përgjegjësi e madhe, por edhe vështirësi ka, normalisht të çdo punë ka vështirësi, por kur bëhet me pasion, kur bëhet me dëshirë, të gjitha vështirësitë ka përcehen. Në fakt, është një pozicion pune i përgjithshëm, jo imi si drejtues institucioni, por flas edhe për gjithë stafin, i cili nuk të lë të biesh në rutinë, sepse sot je në një vend, nesër je në një vend tjetër dhe largohesh nga rutina e përditshme, ndoshta e zyrës dhe administratës së punës burokratike, mund ta quaj unë. Vetë përballja me këto objekte të kthejnë pas në kohë
të bën edhe pak nostalgjik, por dhe të mbush me emocion për vlerat që të parët tanë kanë treguar qoftë në aspektin e mënyrës së ndërtimit dhe konceptimit të këtyre objekteve dhe të detajeve fantastike të cilat ato qoftë edhe pagane kanë inkorporuar në ato objekte. Kështu që unë e quaj një punë shumë të bukur dhe e bëj me shumë dëshirë. Malind, me sa po shoh ju jeni një drejtori kulture, por objekti juaj drejt për së drejti lidhet më tepër me trashëgiminë kulturore. Në ndryshim nga drejtoria e kulturës së bashkisë që ka mjaft aktivitete, megjithëse edhe ju keni aktivitete, unë mendoj që gjatë bisedës të ndalemi në to. Patjetër. Por siç po shoh, objekti kryesor juaj është ruajtja e trashëgimisë që lidhet me monumentet e kulturës dhe të trashëgimisë kulturore. Kjo është, apo keni edhe një tjetër hapësirë më shumë? Atëherë, detyrë kryesore faktikisht e institucionit dhe drejtorisë është ruajtja, promovimi, evidentimi i vlerave kulturore. Normalisht konservimi, pra të gjitha që kanë të bëjnë me trashëgiminë. Në fillim në fjalën time ndava që kemi trashëgimi materiale dhe jo materiale, në të cilën ne jemi fokusuar goxha në të dyja këto pjesë përbërës të trashëgimisë tonë. Në fakt, drejtoria e kulturës në bashki mund të themi që kemi paralele, pra kemi disa të përbashkëta, por kemi edhe veçantitë tona, ndoshta mund të kemi një paralele në emërtim dhe në përgjithësi që ne kemi për sa i përket administrimit apo qoftë dhe propozimit për shpallje të objekteve të reja ose për ciljes në institucionin ton të projekteve pse jo dhe për restaurim nga ana e drejtorisë së Bashkisë Shkodër. Por ndoshta ndahemi në kompetenca, sepse ne kemi varësi direkte nga Ministria e Kulturës, jemi pak më gjithëpërfshirës qoftë edhe në përgjithësi, edhe në kompetenca, edhe në detyrime normalisht. Natyrisht, duke përfshirë të 4 qarqe që ju përmendët, keni bashkëpunime me pushtetin vendor në të gjithë këto qarqe. Si ka qenë ky bashkëpunim? Si e konsideroni këtë bashkëpunim? Atëherë, realisht ne kemi bashkëpunime mjaft të mira me të gjitha bashkitë që përfshihen në qarqet që mbulon Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër. Mund të përmend edhe me Bashkinë e Shkodrës, edhe me Bashkinë e Malësisë Madhe, edhe me Bashkinë e Pukës, Fusharësit, në Lezhë, edhe në Bashkinë e Dibrës, të Kukësit. Pra kemi një larmishmëri për sa i përket qoftë bashkëpunimeve për projekte të trashëgimisë, por edhe për programin e edukimit nëpërmjet kulturës, i cili është pak më prioritar për sa i përket bashkëpunimit edhe me bashkitë. Gjithashtu, përveç bashkive, kemi bashkëpunim mjaft të mirë edhe me institucione tjera vendore, siç janë Drejtoria Arsimore, që ndoshta mund ta përmendim edhe gjatë bisedës sonë, por jo vetëm në Shkodër, por në gjitha qarqet që mbulon Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër. Ky bashkëpunim konsiston në propozimet që ato ju bëjnë për shpalljen e objekteve apo për mirëmbajtjen, përfshihen të gjitha, qoftë edhe për propozimet e reja, sepse jo çdo gjë ne mund ta evidentojmë në moment, sepse ato janë në vendin përkatës dhe normalisht sinjalizimet vijnë edhe nga banorët e zonës, pra nga komuniteti, por edhe nga pushteti vendor i zonës. Por edhe në bashkëpunimet vijnë edhe në kuadrin e marrjes së informacionit për sa i përket ndërhyrjeve në objekte, sepse të ndërhysh në objektet me status monument kulture ka një procedurë të veçantë. Jo çdo kush mund ta bëjë, pra duhen institucione të mirë organizuara dhe të destinuara për miratimin e projekteve, pra ndërhyrje të tilla në objekte. Çfarë ndodh? Ka probleme të tilla të ndërhyrjes në këto objekte? Faktikisht në përqindjen të madhe të punës sonë nuk kemi hasur. Ndoshta gjithçka që bëhet për mungesë informacioni, sepse jo të gjithë janë të mirë informuar për statusin e objekteve. Për shembull, në fillim të punës sime kam dërguar, pavarësisht se puna është bërë më përpara normalisht, por kam dërguar një farë procedure, pra informacion nëpërmjet shkrimtarëve zyrtare, pothuajse tek të gjitha bashkitë për statusin e objekteve dhe për mënyrën e ndërhyrjes së
zhvillimit të projekteve në këto objekte, ku faktikisht ne institucion bëjmë përcjelljen e gjitha projekteve restauruese në Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe në Ministrinë e Kulturës, i cili janë organi vendimtar për sa i përket miratimit të këtyre projekteve. Në fakt, ju më herët thatë që puna jonë konsiston edhe në programet e edukimit dhe të trajtimit të mjaft çështjeve të kulturës. Me sa di unë keni filluar ose keni rifilluar atë fushatën mblidhemi për një libër, nuk e di çfarë mund të më thoni për ta. Kam shumë për të thënë, për të përhyrë vërtet. Kam shumë për të thënë sepse është diçka gjithëpërfshirëse. Është gjithëpërfshirëse. Kemi pothuajse 3 vite që ne operojmë mbi këtë nismë. Por do thoja që në vitin 2014 Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërinstitucionale midis edhe institucioneve të varësisë për sa i përket edukimit nëpërmjet kulturës. Dhe ky program ka disa nisma, ku nisma e parë ishte Miku i Monumentit, ku ne në fakt me shumë shkolla i bashkangjitëm në këtë rrjet, të cilët marrin një objekt, po i themu në adoptim apo në birësim, ku përveç orëve të trashëgimisë, pra orëve të hapura të trashëgimisë që shkollat kanë në programin e tyre, mund të sjellin idetë e tyre për sa i përket fletpalosjeve që mund të implementohen në të ardhmen për në shërbim të vizitorëve. Bëjnë pastrime të herpashershme në miniaturë, mund të them, se nuk është në nivelin e nxënësve që të merrem me një pastrim të hollësishëm, pasi tashmë faktikisht sitet tona për sa i përket pastërtisë është një problem i azaruar, kështu që është më tepër në kuadrin e një edukimit që të mbrojmë ndjeshmërie dhe të mbrojmë dhe të mbajmë pastër ato çfarë ne kemi. Përveç kësaj, kemi ndërmarrë dhe nismën Arkeologu i Vogël, ku tashmë është implementuar në gjithë Shqipërinë. Kjo vjen edhe si një qasje apo përthithje ndoshta nesër në tregun e punës, sepse arkeolog ka shumë pak në gjithë Shqipërinë. Shqipëria është shumë e pastër me trashëgimi kulturore, bitoksore dhe nëntoksore. Mund të përfshijë, domethënë, po dal në një është në kuadër të edukimit, po dal në një variant tjetër ku ne flas për pasuritë nëntoksore, ku në Bushat, në këtë qershor, mund të them doli një mrekulli pas gërmimeve arkeologjike që bëri Instituti i Arkeologjisë në Tiranë bashkëpunim me Universitetin e Varshavës. Kështu që dua të përforcoj atë që thash më përpara, që kemi një pasuri kulturore bitoksore dhe nëntoksore të jashtëzakonshme. Kështu që synimi jonë është të bëjmë sa më interesante këto profesione dhe realisht vërejmë që nëpër shkolla, nisma Arkeologu i Vogël ka shumë interes tek fëmijët, domethënë. Ju pëlqen ajo pjesa e gërmimit, e gjetjes së elementeve të rinj, sepse kështu punojmë me improvizime. Nëse kam dëshirë ta them këtë, janë përfshirë pothuajse 300 shkolla në programet e edukimit, me një pjesëmarrje prej bëhet fjalë në gjitha qarqet, me një pjesëmarrje prej 5000 vetësh. Është një punë goxha madhe dhe goxha kolosale për sa i përket iniciativat e Ministrisë së Kulturës, dhe kjo normalisht është një rrjet i shtrirë në gjithë Shqipërinë, unë po flas specifikisht për territorin që ne mbulojmë si institucion. Në fakt, përveç shkollave, ne kemi bashkëpunuar edhe me institucione të ndryshme, qoftë OIF ose shoqata. Mund të përmend vitin e kaluar, kemi zhvilluar një aktivitet takome për një libër me shoqatën e invalidëve në Shkodër, tetraplegjik dhe paraplegjik, tek azili i plegjve, shumë bukur. Tek azili i plegjve, tek shtëpia e fëmijës, me universitetet, kështu që kemi një gjithë përfshirje dhe për këtë realisht jam i kënaqur sepse nuk kemi arritur aty ku duam, por kemi një sensibilizim goxha të madh dhe një dëshirë të madhe për sa i përket këtyre nismave që Ministria e Kulturës ka ndërmarrë. Si e filloni këtë nismë? E rifilloni këtë nismë? Atëherë, ne normalisht bëhet një plan paraprak, duke qenë se 2 vitet e mëparshme kemi qenë të fokusuar tek shkollat e qytetit. Këtë vit, fluksi më të madh të aktiviteteve dëshirojmë ta kemi në periferi, sepse duam të përfshijmë të gjitha shkollat, të gjithë nxënësit pa përjashtim në aktivitetin për librin. Në fakt, këtu ndoshta vlen çështja edhe për një thirrje që kush ka libra
të cilët dëshiron t'i dhuroj, ne jemi të mirëpritur, të hapur, që shkollat në periferi t'i pajisim me librat. Bëhet fjalë për letrar. librat artistik. Po. Kështu që kush ka një libër për dhuruar, të vi te Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare e Shkodër, që ndodhet pranë sheshit Papa John Paul II, nëse mund ta themi me konvencione. Me konvencione tek kryqëzimi i famullisë Shënshtit apo kisha Mallase që njihet në Shkodër, afër rrugës hyrjes në Gjuadol. Po. Ka nisur. Ka nisur. Si mendoni, çfarë interesi ka kjo fushat? Në fakt, interesim ne kemi parë që vitin e parë që u hap si nismë, që filloi me takohemi për një libër, vitin e kaluar ishte fushata kombëtare për lexim dhe këtë vit kemi lëvizjen kombëtare për lexim. Pra ka një crescendo në vite, po. Dhe kjo normalisht vjen si një benefit që ne morëm nga vitet e kaluara dhe si një domosdoshmëri dhe një detyrim moral dhe shoqëror faktikisht që ne kemi qoftë edhe si prindë, jo vetëm si punoj zyrtar, specialistë të ndryshëm. Sepse gjeneza dhe baza e një edukimi të mirë fillon që në familje dhe pavarësisht dikur gjyshrit tan na tregonin për ralla, pra kishin kaluar gojdhëna. Sot është shumë e rëndësishme që ne fëmijët tan, duke filluar që nga gjyshrit, prindërit, apo edhe motrat e vëllezërit më të mëdhenj që kanë vëllezër dhe motra më të vegjël, t'i qasin drejt librit sepse është shumë i rëndësishëm qoftë në aspektin e zhvillimit psikomotor të fëmijës, por qoftë edhe në njohjen sepse është një mini botë. Për mua libri është një mini botë, edhe e cila dashje pa dashje përballemi në të gjitha sferat e jetës. Mund ta marrë edhe si një përgatitje për jetën. Për hir të vërtetës, gjatë diskutimeve që ne bëjmë me kolegë, me miq, po ju thosha biles një ditë sepse u diskutua shumë çështja e lëvizjes kombëtare për lexim. Dhe ju thash vetëm kaq, mjaftoni të riktheheni edhe një herë apo të lexohen klasikët e letërsisë. Për mua është një formim shumë i mirë, individual, i personalitetit, i mendësisë. Është gjithë përfshirëse. Është një qasje drejt vlerave. Drejt vlerave. Unë para disa ditësh kam zhvilluar dhe një bisedë me zonjën Violeta Volumi, që drejton audiolibrin, dhe natyrisht edhe nëpërmjet kësaj qasje në audio është një mundësi shumë e mirë për të shfletuar, për të dëgjuar librin. Mundësitë janë të ndryshme. Ju thoni dhurimi një libri, mund ta zgjeroj atë repertorin e librave të një biblioteke, pasurimi i tyre. Si është diçka e mrekullueshme. Majlinde mendoj që të rikthehemi edhe një herë objekteve kulturore, monumenteve. Dua të pyes për një objekt që kemi patur një informacion, por jo vetëm për të, por meqense bëhet fjalë për xhamin e Plumbit, para disa kohësh është anoncuar një projekt për mbrojtjen, është një zonë që ajo përmbytet, normalisht përmbytet dhe është hartuar me sa di unë një projekt për mbrojtjen nga përmbytja. Si shkon? Çfarë bëhet me ta? Atëherë, besoj se pyetja konsiston për xhamin e Plumbit. Po, për xhamin e Plumbit. Po, në fakt është një objekt i rëndësisë së veçantë, qoftë për aspektin arkitektoror që ka, është unik në llojin e saj, qoftë edhe për vlerat historike që përcjell. Ndër vite nuk është se nuk janë ndërmarr hapa, por nuk është bërë ndoshta ai hapi i duhur për ta shmangur një herë mirë atë përmbytjen e cila vjen si pasojë e ujrave nëntoksor, gjithmonë në rastin e shirave të mëdhenj kur lumi Kier dhe lumi Drin kanë prurje të mëdha të ujrave, kështu që përmbytja vjen nëntoksore. Megjithatë është një problem që duhet shmangur absolutisht dhe Ministria e Kulturës në bashkëpunim me TIK-ën dhe ambasadën e Turqisë në Shqipëri dhe shumë subjektet e tjera që janë të përfshira në hartimin e projektit, është miratuar si projekt për sa i përket drenazhimit të ujrave dhe restaurimit të plot të objektit. Në fakt,
Agjencia e Shërbimit Arkeologjik në Tiranë po ngrit një grup pune i cili do të bëjë gërmime arkeologjike sepse është një terren me potencial të madh arkeologjik. Kështu që është në interesin ton si institucion, si dikaster Ministria e Kulturës, por edhe të komunitetit besoj që ajo punë që të bëhet mirë, pavarësisht se mund të ketë pak vonesa në implementimin e zbatimit të projektit, por mendoj që jemi lodhur nga puna, bëje punën, pastaj prish edhe një herë për të sistemuar gjëra që kanë mbetur pa. Jo ndukuri, po nga një herë fenomen shqiptar. Kështu që sa po të ngrihet grupi i punës